industrie masive ku të rinjt konsumojnë ushqime jo natyrale, po ushqime të ngarkuara, të përpunuara, të industrializuara, si e shikon të ardhmen, doktor? Se po flasim për testosteronin e të rinjve, një rënje e nivelit të testosteronit tek të rinjt kryesisht. Po, në të vërtet, është shqetësuese. Po të veprojmë, po të ecim në këto rrugë kështu, pa ditur se ne duhet ta mbrojmë trupin tonë në të gjitha ekuilibrat e tij, pasojat do të jenë të tilla. Për shembull, nëse ne do të marrim, do të shikojmë njerëzit që vinë në klinikën tonë, ka që vinë edhe për këto problematika, pra këta nuk janë në gjendje që të lënë një trashëgimtar, për shembull. Ka edhe shumë shkaqe të tjera, më kupton? Por ajo duket që këto shkaqet në një panoramë janë të gjitha. Shumë, po patjetër. Shumë ka lidhje me këtë, me mosdijen, domethënë. Pra ky është keq trajtuar dhe ka arritur në këtë pikë, që do të thotë, nuk ka më spermatozoid me progresion të shpejtë. Nuk ka spermatozoid me formë të rregull, që tjetë ashtu si shigjet, po janë të shtrëmbër, pa bisht, pa kokë, e kështu me radhë. Pra është një çrregullim në cilësinë e spermës, që rrjedhimisht ka lidhje me këtë. Pra shiko, u fut në rreshtat e infertilëve edhe një njeri tjetër. Por ka njerëz të cilët mezi e hedhin një fëmijë në dorë, për shembull, dhe shfaqen ato dobësitë e tyre në marrëdhëniet seksuale. Dikush do thotë, banale kjo. Po jo, më vjen një moment për shembull që s'është as pak banale, madje duhet të jetë as tabu për ta treguar në ekran dhe për të dhënë këshillat e dura. As edhe turp për të shkuar tek mjeku dhe t'i thotë, shiko, ne si çift kemi këtë problematikë. Dhe si mundet që kjo të zgjidhet. Dhe patjetër që, shiko, mjekësia sot, shkenca ka zgjidhje, ka gjetur mënyra të shumta, por unë do të thosha, si që është ai parfumi që është industrial dhe që dashur pa dashur na i ul testosteronin, mund të përgatitet një parfum natyral që të ketë këto vajrat esenciale të bimëve. Dhe kjo nuk e bën atë veprim negativ në organizëm, por bën të kundërtën, të jep një mobilizim të përgjithshëm dhe të ndihmon që këto proceset hormonale, jo vetëm të testosteronit, por edhe të tjera të mos prishen. Një testosteron normal duhet të jetë, për shembull, tek meshkujt nga 300 deri në 1000 nanogram për decilitër. Tek femrat nga 30 deri në 50-70. Atëre, ky është testosteroni si thua total. Por, le të vemi pak më tutje, pra të depërtojmë më në brendësi të tyre. Ai që është më aktiv dhe që e mban njeriu aktiv të jetë në lëvizshmëri të plotë kështu me radhë, është testosteroni fri ose ky i liri. Atëre, ky po të jetë në raportin e totalit 3%, 3.5, 2.5 e kështu, është shumë mirë dhe është brenda normës. Pra, testosteroni i lirë, ky i jep këto energjit shpërthyese, ky e krijon edhe atë libidon, ky krijon edhe atë zhdërvillësinë, le të themi, gjatë marrëdhënieve seksuale. Qartë. Pra këto analiza duhet i bëj çdo mashkull për të parë pasqyrën e tij hormonale. Ku ndodhet, po. Dhe kur duhet të shkojë? Kur fillojnë këto shenja? Çfarë simptoma duhet të ndjejë? Ti përmendim hap pas hapi. Atëherë, ndjesitë e para janë lodhje, një këputje trupore dhe një rrallim, le të themi, i marrëdhënieve seksuale. Rënje dëshirës. Rënje dëshirës, jo vetëm që s'ka dëshirë për shembull, por edhe ai si proces nuk i vjen kështu në mënyrë të natyrshme, dhe ai vjen gati sikur harrohet. Atëherë fillon edhe nganjëherë një ftohje e marrëdhënieve në çift, sidomos tek çiftet e reja, dhe ky njeri pastaj bëhet nervoz në veten e tij. Pra, dashur pa dashur, fillon që të rritet kortizoli. Por le të ecim më tej për shembull. Atëherë, prostata prapë është një organ mashkullor që edhe kjo ka një funksion, që gjatë marrëdhënieve prodhon një lëng kështu prostatik, po që është edhe qendra dashurore e burrit. Po nuk ishin këto në lartësinë e duhur, dhe prostata fillon të degenerojë nga funksioni i saj, që do të thotë
fillon edhe kjo të zmadhohet në terezin e saj. Pra shi u kryua dhe një problem tjetër. Atëhere, ka plot të tjera pastaj që në lidhje, në varg me njëra tjetërën, si thuash, ky zinxhiri i jetës fillon sikur të hollohet dhe ndoshta të kputet tek këta lloj njerëzish, në qoftë se ata në vetveten e tyre do të mbulohen nga nervozizmi dhe plogështia. Pra, në momenti që ka një lodhje, një këputje, një rallim të marrëdhënieve, ky duhet të bëjë të paktën një kontakt me mjekun ose të shkojnë në një laborator të bëjë, sikur me pakta, testosteronin dhe testosteronin free. Pastaj, mund të bëjë përsëri një SHBG në laborator, pra një hormon seksual, por mund të bëjmë edhe LH dhe FSH. Pra, një është hormoni luteinizues dhe tjetri është hormoni që lidhet me fertilitetin. Atëhere, nëse këto kanë rënë me vërtet që të gjitha, atëhere ky duhet analizoj pse po më ndodh kjo gjë. Pra si veproj unë, se ne nuk folëm kot që organizmi, në veçanti testikuj dhe sistemi nervor, në raport me këtë testosteronin, vepron në mënyrë të ngushtë, në lidhje të ngushtë me atë çfarë njeriu bën gjatë ditës. E kuptova. Atëherë ky duhet të bëjë ca korrigjime.